Deputeti i Frontit Evropian Blerim Bexheti ka publikuar në Facebook disa mesazhe nga kuvendi të cilat sipas tij janë dërguar vetëm në gjuhën maqedonase. Ai akuzoi kryetarin e kuvendit Afrim Gashi për mos respektim të gjuhës shqipe, duke theksuar se kjo nuk është rastësi, por vijë politike. Bexheti e cilësoi situatën si alarmante, duke shtuar se përjashtimi i shqipes nga komunikimet zyrtare cenon dinjitetin dhe rendin kushtetues. SMS-t vetëm në maqedonisht të Afrim Gashit nuk janë gabim teknik, janë sinjal politik se gjuha shqipe po trajtohet jo si e dorës së dytë, por si gjuhë jo zyrtare, madje as si gjuhë e përkthyer. Dhe kjo është alarm. Kjo nuk është më debat politik, është çështje dinjiteti dhe rendi kushtetues. Gjuha shqipe nuk është dekor, është vije kuqe. Nëse sot nuk është në SMS-t zyrtare të deputetëve, nesër nuk do të jetë në vendimarrje, pas nesër as në institucione. Bexhetit ju kundërpërgjigj deputetja e Vlen Saranda Imeri Stafaj, duke thënë se gjuha e mesazheve varet nga mënyra se si bëhet kërkesa nga vetë deputetët. Ajo shtoi se në rastin konkret kërkesa është bërë në gjuhën maqedonase, prandaj edhe mesazhet kanë ardhur në të njëjtën gjuhë, duke theksuar se gjatë mandatit aktual janë bërë përparime në përdorimin e shqipes. Ashtu si e bën kërkesën, ashtu vinë edhe mesazhet. Blerim Qoseto Bexheti, kërkesën e ke vetëm në gjuhën maqedone. Goxha shumë i shelot tu shkrujt, mua kështu më vinë, atë që nuk e bëri Talati për 7 vjet, Afrim Gashi e bëri për 7 muaj. Televizioni 21 për këtë çështje pyeti edhe organet e kuvendit, nga ku shkurt na u përgjigjen se deputetët shqiptar i marrin mesazhet në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.